përshëndetje shpirta në emision. Në qoftë se ke detin pranë, akoma dhe një lumë, një liqen, diçka sot ti dhe bëj një shëtitje dhe liro çdo gjë që të pengon. Fillo të mësosh të shkruash emocionet e para të mëngjesit, çfarë ndjen. Dhe dysh më në thellësi çfarë fshihet mbas kësaj ndjenjes që ti ndjen. Gjithmonë kemi një frikë, që frika është rezultati i një traume që neve nuk i kemi parë. Dhe këtu dua të them që trauma nuk është e jotja, por është e nënës tënde, gjyshës tënde dhe shumë brapa. Dhe siç kam thënë, a e dini që traumat kryesore që trashëgohen janë ato trauma që trashëgohen në barkun e nënës, sepse fëmia nuk mund të kuptojë që është diçka, një individ tjetër, po kupton se është e njëjta me nënën e tij. Dhe dua këtu të qetësohesh, në qetësi dhe të shikosh ku ti je sjell dhe sillesh si nëna jote, je çu apo vajzë, në çfarëdo moshe që ti jesh. Dhe gjithashtu dua të them që traumat e trashëguara dhe sado që në çfarëdo moshe që jemi, ato në qoftë se nuk marrin përgjegjësinë e traumave, atëherë një nga fëmijët që neve sjellim me jetë mund ta marrë ajo ose ai. Ndaj ju dhe rest të gjithëve së bashku të bashkohemi në këtë trajnim shumë të rëndësishëm që do ketë dhe surpriza të tjera, falas, të mërkurën të bëjmë falas, të shikojmë diagnozën ku është problemi ju të kryesor, ndaj ju të rest të gjithëve që mund të vini ditën e mërkurë në orën 20 në orën e Shqipërisë, kërkoni link, është falas, që të shikojmë në qoftë se ke një problem të vogël apo të madh, sëmundje, një diçka që nuk të vete mbarë, çfarë do. Kurse e kishim për në datën 2 dhe 3 maj, nuk do ta bëjmë sepse kemi një maj dhe më tepër uftoni dhe do pushoni, dhe do ta bëjmë në datën 5 dhe 6 në Zoom për të gjithë ata që janë larg dhe në çdo vend të botës, dhe do ta këtë të njëjtin trajnim, gjithashtu do sjell dhe kësaj radhe në Tiranë një metodë të re, Access Bar, që është vetëm metodë që mund të përdoret nga afër, dhe të gjithë juve që do merrni pjesë, do merrni këtë metodën që ta bëni në shtëpinë tuaj, te fëmijët, te burrat, te njerëzit e shtëpisë. Sepse është një metodë kaq e thjeshtë që mund ta përdori dhe një fëmijë, dhe nuk është nevoja të hysh në thellësi. Dhe në të njëjtën kohë ti mund të lirosh çdo gjë nga e kaluara. Se e kaluara, sepse ne nuk jemi vetëm ne, jemi vite, jemi paraardhësit, jemi jetët e mëparshme dhe jemi ata që kanë qenë dhe paraardhësit tanë. Ndaj, mos u shqetëso se të gjitha ato që ndodhin nuk janë tënde, çdo gjë nuk ka filluar me ty, por ti ke ardhur të shkëputësh këtë zinxhir. Ndaj, në qoftë se vërtet do të bësh diçka ndryshe dhe të rregullosh jetën, dhe gjërat e vogla mund të bësh që jeta jote të ndryshojë. Dhe tani ti tregoj gjithë një nga emocionet tuaja dhe mund ta lirosh me 100 tapa. Emocioni që më erdhi që të përdor mua është keqardhja, sepse në Shqipëri ne e përdorim shumë keqardhjen. Ndaj mund të fillosh tetja që me bukur që mund të marrë çdo lloj emocioni negativ dhe ta përcjelli dhe kripa, siç kam thënë. Atëherë unë zgjedh keqardhjen me 100 tapa, ta liroj, dhe po e liroj për veten time, për paraardhësit, për jetën e mëparshme, dhe keqardhjen për të gjithë kolektivin, shoqërinë, edhe për të gjithë njerëzit që shikojnë këtë video, sepse si se kam thënë, synimi i ditës ka të bëjë shumë. Provojeni, në qoftë se zoni, zbesoni, vetëm provojeni këto që ju them. Atëherë në të njëjtën kohë ju mirëpres, më shkruani
consigli trajnim do più interessante da che con il link per ditën e mërkurën. Nejse do me them.